ka qenë një nga nxitësit të themelimit të shtabit, sepse kanë qenë antar i SRV-s, pra sektorit të rëndësisë veçantë të LPK-s që merrej me çështjet e UÇK-s. Po Xhavid Aliti ka dieni të saktë për atë çfarë ka ndodhur Ilir Konushevci dhe për atë çfarë ka ndodhur edhe ministrit mbrojtjes të Farkut që Ahmet Krasniqit. Përpara se të ndodhte vrasja e Ilir Konushevcit, ku ju është dhënë armatimi dhe cilët janë dhe personat që i vendosën Ilir Konushevcit që ju dhanë shoqërim. Ishin 2 persona të Shikut, 2 oficerë të Shikut, nuk kanë qenë të Gardës së Republikës, kanë qenë të Shikut. Të 2 personat, 2 oficerë të Shikut që kanë shoqëruar atë ditë Ilir Konushevcin me një makinë mbrapa pa. Ka qenë makina e dytë, jo makina e parë kur është sulmuar Ilir Konushevci. Dhe këta persona më pas janë larguar dhe nuk kanë bërë asnjë deklaratë asnjë, dhe këta persona normalisht që i ka caktuar Fatos Klosi me kërkesë të Xhavid Alitit, sepse kanë qenë miq bashkë, kanë pasur të marrëdhënie bashkë, dhe Xhavid Aliti ka obligim të tregojë për këtë bisedë që ka ndodhur, që ka qenë kush ka qenë në bisedë me Ilir Konushevcin dhe çfarë ka ndodhur edhe me armatimin, sepse ata që vranë Ilir Konushevcin nuk e morën armatimin. Armatimin e morën sërish, e morën mbrapa këta njerëz të Shikut dhe ja dhanë po prap Xhavit Alitit. Ç'u bë me armatimin? Ku shkoi? Pse u tentua të rishitej ai armatim? Azem Sylla është caktuar komandant i përgjithshëm i këtij shtabit përgjithshëm dhe komandanti i UÇK-s deri në këtë detyrë ka mbajtur deri në janar, ose më mend deri me datë 6 janar të vitit 1999, kur është bërë një mbledhje tjetër në Arbrit Kosovës të shtabit përgjithshëm, ku kanë marrë pjesë edhe komandantë e zonave operative, dhe është hequr me vendim shtabi përgjithshëm dhe komandanti Azem Sylla është karkuar nga komandanti i shtabit përgjithshëm dhe është caktuar Sulejman Selimi në komandanti i shtabit përgjithshëm. Pra kanë bërë këto deri në këtë pikë. Pastaj Azem Sylla ka qenë në Rambuje dhe pastaj u bë ministër i mbrojtjes në qeverinë e përkohshme që themelohet atje. Në fakt cili është roli i Azem Syllës edhe Xhavit Alitit sepse unë kur e kam pyet Fatos Klosin thotë i kam taku 2 njerëz në intervistën me mua, thotë e kam taku njërin që më dok që tregonte pralla, që është Ibrahim Kelmendi, dhe e kam taku tjetrin që ka qenë më me këmbë në tokë, që është Xhavit Aliti. Xhavit Aliti, siç thash, ka qenë antar i sektorit të rëndësisë veçantë dhe merrej mbulonte çështjet e UÇK-s, pra që nga 1995 kur ishte 94 kur ishte themeluar ky sektor i rëndësisë veçantë. Mund të jem gabim për datën, sepse unë s'jam antar i LPK-s, nuk jam marrë me çështjet e LPK-s, po si datë shumë herë. Dhe është në rrjedhat e formimit të kësaj edhe deri në 97-ën. Pra deri në 97-ën edhe Ibrahim Kelmendi është në rrjedhat të njëjta ngjarje se ka qenë antar i kryesisë së LPK-s dhe kryesisht LPK-ja ka qenë angazhuar shumë deri në 97-ën kur UÇK-ja ka dalë. Në momentin që UÇK-ja ka dalë në 97-ën, për atij momenti LPK-ja nuk ka pasur më qasje, sepse gjithë qasjen e mori SRV-ja, pra sektori i rëndësisë veçantë. Dhe prej 97-ës e mbrapa Ibrahim Kelmendi nuk di saktë se çfarë ka ndodhur, mund të di me të thëna, po personi që di më saktë është Xhavid Aliti, sepse ka qenë direkt i angazhuar në këtë gjë. Dhe kontakti kryesor në Tiranë ka qenë Xhavid Aliti, pra ka takuar Mera Mizaline me këta tjera që nga në Thënjishje, Fatos Klosi, Xhavid Aliti, pra këta kanë qenë personat që dhe këtë detyrë dhe mbante ka qenë antar i shtabit përgjithshëm Xhavid Aliti me themelimin e saj, kanë qenë antar i drejtorisë politike, drejtori i drejtorisë politike është caktuar Hashim Thaçi prej fillimit, pra këtë detyrë ka pasur Hashim Thaçi deri në momentin që u bë kryeministër i qeverisë përkohshme në prill të 99-s, ka qenë drejtori i drejtorisë politike. Pra kjo ka qenë detyra e tij, nuk ka pasur detyra komanduese, nuk ka qenë komandant për të që akuzojnë për vepra, nuk ka pasur një ushtar në varësi që ti thoshte bëj atë. Pra ka qenë detyrë politike. S'ka mujt edhe me dashur. Se s'ka pasur. Po shpesh herë akuzojnë, e kom po këtu edhe në Tiranë akuzojnë për Beadin Allaçin, kështu çka mendoni ju? Shiko, kjo çështje e Beadin Allaçit është një çështje që ka një hetim në këtë. Hetimin e ka bërë LPK-ja. Ka bërë LPK-ja një hetim. Duket se ka shkruar një libër Bedri Islami, një libër që ka bërë ka folur edhe për këtë çështje. Unë nuk e kam lexuar librin. Ish kryetari i LPK-s. Po. Se gjendet aktualisht në Gjermani, nëse s'ka bëj. Po, Bedri Islami thotë që i kemi dërguar letër shtabit përgjithshëm dhe kemi kërkuar korrespondencë për mbi këto çështje, për 2 çështje, për vrasjen e Beadin Allaçit edhe për vrasjen e Sandukanit. Këto 2 kanë qenë gjërat që ata kanë hapur një hetim LPK-ja, kryesia e LPK-s. Nuk di të them të drejtën se si e ka mbyllur, ajo çfarë më ka mbetur mua dhe që them që është merak për gjithë, kryetari i LPK-s e ka obligim, duke qenë se ka qenë kryetari i një partie ilegale të organizuar në çështjet e ushtrisë-shqiptare të Kosovës, në të gjitha këto dhe në ngjarjet shumë të rëndësishme, për cilat kanë mbetur edhe boshllëqe të mëdha pas luftës, si punë e kësaj që u thot, e ka detyrim
kushtetuese ka detyrim kombëtar të publikojë dhe moral të gjithë këtë dokumentacion të LPK-s që ta kanë. Pra ta bëj publike, ku të gjithë njerëzit të lexojmë, sepse ju po më pyesni mua, unë kaq di për këtë ngjarje. Dikush tjetër mund di më shumë dhe pastaj unë flas kaq, dikush flet kaq dhe njerëzit fillojnë të drejtojnë gishtin. Ndërkohë që ata që kanë dokumenta, që kanë letra, që kanë gjëra, duhet të publikojnë këto sepse u bë 20-30 vjet mbas kësaj gjëje. Pra ka ardhur koha dhe unë nëpërmjet jush i bëj thirrje që ti publikoj gjithë dokumentacionin që ka. I bën thirrje Bedri Islami sigurisht. Patjetër, kryetarit. Sa i ka dokumentacion? Absolutisht që ka, sa ai ka kryetari e ka dokumentacionin, ta publikojë gjithë dokumentacionin. Ta bëj publik, ta aksesueshëm për të gjithë neve, për të gjithë ata që kanë interes. Sepse edhe emisionet do bëhen më të interesante pastaj. Absolutisht. Sepse nesër kur ta thrasësh dritarin që tjetër, ke një dokument, ky dokument thotë kështu. De komo bazohesh. Pra diku të bazohesh, por ama e heq atë mundësinë që filloj me drejtojmë gishtat njëri tjetrit. Është vërtet. Por roli i liderit të BDI-s, Ali Ahmetit në radhë të ushtrisë ligjore të Kosovës, cili ka qenë? Edhe Ali Ahmeti ka qenë antar i SRV-s, pra i kësaj SRV-je. Ali Ahmeti, pra Xhavit Aliti, Azem Sylla dhe Ali Ahmeti kanë qenë 3 kryesues të SRV-s, sektorit të rëndësisë veçantë. Dhe këta janë marrë me çështjet e kësaj. Roli i Ali Ahmetit ka qenë i njëjtë si me rolin e Azem Syllës sepse këta kanë caktuar me zona, pra zonën e Dukagjinit e mbulonte Ali Ahmeti. Qoftë me financa, qoftë nga ana politike, pra kjo ka qenë detyra e tij Ali Ahmetit. Ali Ahmeti ka qenë edhe personi kontaktit kryesor, sepse është vetëm për një ngjarje për cilën Ali Ahmeti duhet flas. Ali Ahmeti ka qenë kontakti i grupit Zahir Pajazitit me Nahit Hasani, pa. Kur erdhi Nahit Hasani si komandant dhe kur Nahit Hasani është arrestuar. Grupi Zahirit nuk dinte që kishte kohë që nuk kishte kontakt. Dhe atëherë autorizojnë një person të tyre, ai ka bërë edhe deklaratë publike që ka marrë në telefon Ali Ahmetin dhe i ka thënë ore, ka ditë që nuk kemi kontakt me personin që na keni sjell, pra sepse kishte dërguar këta, SRV-ja kishte dërguar Nahit Hasanin. Nahit Hasani ishte arrestuar, kishte ditë që ishte në burg. Dhe Ali Ahmeti, ai thotë që Ali Ahmeti më ka thënë që ta shoh do të kthej përgjigje. Dhe pas një ditë aty dhe merr telefon thotë jo, më thotë është si kokra e mollës, ndërkohë që personi ishte në burg. E kush është ai person që ka thënë kështu? Ali Ahmeti. Po ai tjetër që e ka thirrë Ali Ahmeti. Është gjallë personi, është kontakti kryesor i Azer Pajazitit me LPK-n. Hasan Zaneli? Jo, nuk është Hasan Zaneli, Është një person i cili Muslim Zuga? Jo. Se po lozi me emra unë nuk po është gjallë dhe për emrin mund të pyesni Avnia Jetin. Po. Mandej çka ka ndodhur? Dhe pas kësaj deklarate publike që ky Ali Ahmeti nuk ka dalë më që të thotë përse e ka thënë këtë që personi është si kokra e mollës, e ka thënë thjesht për me kalu kohën apo ka pas në se personi ishte në burg, pra nuk ishte si kokra e mollës. Sepse këtu pastaj fillojmë të zgjarojmë edhe çështjen e rënjes prit të Zahir Pajazitit. Pse po thotë që ka diçka, nuk e besoj që Jo, nuk po them që ka diçka, na ndihmon të sqarojmë. Sepse në rast se ti thua që dele sqaron që po, unë ja kam fut kot. Nuk e disha, s'kam fol fare me personin dhe veç thash kot. Okej, dim që ti ke fol kot. Tash hajde ta gjejmë. Pastaj me Italin kur të takojnë në intervistë. Absolutisht.